Atëherë mirë dita, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për median të trajnerit kombëtar shqiptar Silvinho në prag të nisjes grumbullimit për ndeshjen zyrtare të kualifikuesve të Europianit Euro 2024 ndaj Polonisë. Fillimisht trajneri Silvinho do të bëjë një përshëndetje dhe më pas do ta kalojmë fjalën tek ju për të vjuar me pyetjet. Mister, la parola a te. Mirëmëngjes. Prima di tutto veramente un onore esserci qui come allenatore della nazionale d'Albania. Voglio ringraziare la federazione nel senso che ha permesso a me e a tutti gli staff di andare in giro in Europa, fuori Europa, a visitare i calciatori, a vedere i partiti. Poi fino a qua sono 2 mesi di lavoro, lavoro intenso, più di 240 partite visionati. Parliamo di 70 calciatori valutati di tutti gli staff. Poi ho un grosso lavoro indietro per arrivare a 23 calciatori. E qui pensiamo che questa è una convocazione per andare a fare una partita. Quello dobbiamo anche capire tutto quello lì. Noi il lavoro è quello, e siamo contenti di tutto che abbiamo visto del calciatore, ribadisco di tutto quello che la federazione non ha permesso da fare, da girare, da vedere i calciatori, visitare. Anche volevo ringraziare che The House of Football, al centro di Tirana è lì. Io adesso sono uno che vive a Tirana e a me mi fa un piacere, un grosso piacere. Venire di qua sono veramente contento. Con il campo, settimane scorse ho fatto un allenamento lì con il ragazzino under 17, solo per capire un po' se aveva qualcun problema quel campo, spogliatoio e tutto a posto, a aspettare i nostri calciatori. Atëherë, para se gjithash, jam shumë I lumtur që ndodhem këtu si trajner I Shqipërisë dhe fillimisht duhet të falenderoj Federatën Shqiptare të Futbollit për mundësitë që na ka dhënë gjatë gjithë kësaj kohe, mundësitë për të parë në Europë, por edhe me gjërë shumë lojtarë, cilët ne kemi ndjekur, I kemi takuar, është bërë një punë shumë e madhe intensive për 2 muajsh. Kemi parë në total rreth 240 ndeshje, ndoshta jo të gjitha, po pjesët kryesore, ku janë aktivizuar lojtarët shqiptar. Kemi parë në total rreth 70 lojtarë që janë në xhiron e kombëtares. Pra është bërë një punë shumë e madhe për të arritur në këtë moment për të zgjedhur listën me 23 lojtarë, që është një listë e posaçme për këtë ndeshje, pra për ndeshjen me Poloninë. Kam takuar shumë lojtarë gjatë gjithë kësaj kohe dhe kam pasur mbështetjen e federatës. Jam shumë I lumtur edhe për kompleksin e ri, shtëpinë e futbollit, që ofron kushte shumë të mira. Unë jetoj këtu në Tiranë tani dhe ndihem shumë mirë për këtë fakt. Kemi pasur mundësi të testojmë edhe fushën apo ambientet e reja që janë ndërtuar në shtëpinë e futbollit. Patëm një stërvitje me kombëtaren U17 para disa ditësh, ku ne patëm mundësi të provonim gjithçka fushën dhomat e zhveshjes si funksionon dhe deri tani gjithçka po shkon mirë dhe jemi gati për të pritur këtë ndeshje dhe lojtarët. Cominciamo con le domande? Andiamo avanti. Po, Sogol Gjiani, Supersport. Mister, nga lojtarët që pam që keni përzgjedhur pikërisht për të ndeshjen me Poloninë, 2 janë fytyrat e reja, bëhet fjalë për Anis Mehmetin dhe për Yasir Hasanin, që janë 2 lojtarë anësor. Dhe nga lojtarët e tjera, mos po shkojmë drejt një 4-3-3 të paktën, duke qenë se gjithë janë kurioz se si do të luajë Shqipëria në ndeshjen e parë. Sì, prima di tutto sono 2 giovani, Mehmet è il più giovane, un calciatore che sta facendo un buon percorso, giocando questo momento nella Championship. È vero, è un esterno, un calciatore tecnicamente bravo, c'è forza, è giovane, deve sviluppare, deve migliorare, ma è come tutti gli altri giovani. Asani è un calciatore, già un mancino, che noi eravamo indietro di un calciatore che c'è,
è un attaccante lì, un centrocampista attaccante che è un mancino che ha fatto già un percorso importante in Ungheria e questa mattina anche lui ha fatto un hat-trick, poi è un calciatore che noi siamo indietro da lui, da Mehmet, di tanti altri, poi quello, lo ho detto, 240 partite visionate, 70 calciatori valutati, è un lavoro di tutti gli staff, a Zanni per dire qualcosa un giorno, 15 giorni fa, non lo so, un sabato, 15 giorni fa forse, eravamo tutti lì insieme alle 8:30 che lui giocava il suo campionato. Per la differenza di ore, poi noi lì eravamo 8:30, poi è un lavoro che ci piace a tutti, è lavoro, e si fa. Dopo penso, è giusto la domanda anche, noi abbiamo 23 calciatori, abbiamo pensato in una convocazione per una partita. Sì, possiamo fare un 4-3-3, 4-2-3-1, possiamo andare a un 3-4-3, abbiamo calciatori adatto a fare tutte e 3-4 schemi di gioco. Ancora dobbiamo capire bene, vedere, valutare la prima sensazione con i calciatori, iniziamo lunedì. Sa i përket skemës, sigurisht që ne do të shohim gjatë gjithë këtyre ditëve dhe për të parë gjendjen e futbollistëve dhe për të vendosur më pas se me çfarë skeme do të luajmë ndeshjen e parë me Poloninë. Sa i përket të rive, sigurisht janë Mehmeti dhe Asani që janë debutues. Mehmeti është lojtar shumë i mirë, po bën shumë mirë me ekipin e tij në Championship, duket në një formë shkëlqyer, sigurisht është i ri, është një lojtar krahu shumë i fortë dhe patjetër që ka një rrugë gjatë përpara, duhet të punojë shumë dhe mund të përmirësohet akoma dhe më shumë. Ndërsa Asani është një lojtar që luan me të majtën, më shumë është një besueshor sulmues dhe ne sigurisht kemi shumë nevojë në atë pozicion pra për një lojtar më ngjarash që luan në fazën sulmuese. Ka bërë paraqitje shumë mira në Hungari, ndërsa tani luan në Kore ku edhe ka shënuar gol së fundmi. Siç e thash, ne kemi parë 240 ndeshje dhe më shumë se 70 lojtarë, kështu që kemi një ide më të qartë për kontingjentin që kemi në dispozicion. Sa për t'ju dhënë një ide për punën që bëhet, para pak ditësh ne ishim në herët në mëngjes për të parë ndeshjen e Asanit, që për shkak të diferencës orëve në Kore, luante shumë herët në mëngjes dhe e kemi ndjekur ndeshjen gjithë live si staf, pra me këtë duhet të themi që po punohet shumë, sidomos me përgatitjen e ndeshjeve apo me vëzhgimin e lojtarëve. Siç e tham sërish, ne kemi përzgjedhur 23 lojtarë për këtë ndeshje, pra që mund na përshtaten. Mund të luajmë me 4-3-3, mund të luajmë me çdo skemë tjetër, për shkak se duke parë lojtarët që ne kemi në dispozicion, janë në gjendje, duke parë edhe mënyrën se si luajnë me klubet e tyre, janë në gjendje të luajnë me çdo lloj skeme. Gjithsesi do të shohim gjatë ditëve në vijim se çfarë. Edhe një pyetje tjetër, Mihaj, Doka, Çekiçi, Roshi janë disa nga emrat që kanë qenë të grumbulluar së fundmi. Në këtë grumbullim nuk janë. Ndoshta nëse mund të argumentosh arsyeën e zgjedhjeve dhe nëse a ka shanse që këta lojtarë të vazhdojnë të jenë në të ardhmen pjesë e përfaqësuesës? Certamente, la domanda per quello ho fatto già un po' la risposta, no? Nel senso giusto, sono calciatori importanti, loro sono tutti i nostri radari, Mucci, Čekić, poi sono calciatori importanti, calciatori che una volta già era qui da noi. Come l'ho detto, è una convocazione per una partita, forse sì, può essere da noi, anche qualcun altro, perché non si sa mai. Noi questa sera abbiamo anche partite, domani, sono calciatori importanti, tutti sono importanti per noi. In questo momento la scelta è quella, per una partita, però sì che sono calciatori forti e importanti per noi. Ne na duhet bëjmë zgjedhjet tona para kësaj ndeshje, por po sigurisht të gjithë të lojtarët që ju përmendet, pra qoftë Mihaj, Muçi, Çekiçi, janë lojtarë shumë të rëndësishëm, janë lojtarë të cilët ne i kemi ndjekur dhe mund ta ndihmojnë shumë në të ardhmen, edhe tani por edhe në të ardhmen, për zgjedhjet që kemi bërë, ne kemi bërë për këtë ndeshje mbase përveç këtyre lojtarëve që përmendet në të ardhmen do të ketë edhe lojtarë tjerë, sepse ne i vëzhgojmë vazhdimisht, kështu që
vazhdojmë punën për ndeshjen me Polonin. Semir Demi. Tani problem është, mendoj porta. Megjithëse të dy portierët tanë, edhe Berisha edhe Strakosha, nuk luajnë s'kan as 1 minutë. Ky është një problem i madh, është shqetësim për Juve, se këtu është historia. La domanda è importante, però io rientro nella ultima domanda, anche mi è dimenticato da dire che c'è tanti altri calciatori come Muccioli, che è un mancino, che a me mi piace tanto, un calciatore tecnicamente forte, tanti altri giovani calciatori esperienti che noi siamo indietro. È giusto, poi io è stato, come l'ho detto prima, sono andato a tanti posti a vedere il calciatore che ha fatto un percorso, che c'è una storia con la nazionale. Tutti e due sono calciatori tecnicamente forti, importanti per noi, per quello loro sono qui. Iniziamo a fare allenamento lunedì, dobbiamo capire che situazione è, ognuno da loro, nel senso tecnico, fisico e tutto di più. Però sono gente esperiente, gente forte che ha bisogno per fare una rosa importante, un gruppo importante. Ho sentito parlato con tutti e due, loro sono in grado di esserci qua, sono gente che sente la maglia, sono importanti per tutti noi e per quello loro sono in convocazione. Pra përsa i përket portierëve, të dy unë i kam takuar, edhe Berishën dhe Strakoshën, është vërtet që ato nuk kanë luajtur me ekipet e tyre, por po flasin për dy lojtarë me shumë eksperiencë në ekipin kombëtar dhe shumë të rëndësishëm. Kur të vinë të hënën në stërvitje, do ke mundësi t'i shoh edhe të kuptoj se në zgjendje ta janë dhe pastaj do të vendos, sepse është e rëndësishme që ne të kemi lojtar me eksperiencë në këtë grumbullim, lojtar që ndjejnë fanellën dhe sigurisht të dy si Berisha dhe Strakosha janë shumë lojtarë të fortë që i plotësojnë këto kritere. Sa i përket lojtarëve që kemi parë dhe kemi vëzhguar për të vijuar me atë pyetjen më parshme, ka edhe lojtar si Muccioli që më pëlqen shumë, që na bën punë, është një lojtar më ngjarash dhe ai. Por e kam në listën time dhe sigurisht do ta mbaj në vëzhgim dhe mund të jetë edhe ai një nga lojtarët e tjerë që do ta bashkohen në grumbullimin e radhës. ABC News, përshëndetje dhe suksese. Kombëtarja shkon ndeshjen me Polonin me mjaft mungesa, edhe me lojtarë që kanë luajtur pak siç ishte në port. Sa besoni pra që mund të merrni rezultat pozitiv në Varshavë në fillimin e eliminatoreve ndaj një skuadre e cila na ka mundur 4-1 herë në fundit, edhe kur kemi qenë më të plotë se kaq. Faleminderit. Poi guarda, secondo me parte del lavoro di una nazionale è così. Noi abbiamo 70 calciatori valutati, abbiamo preso 23, forse dobbiamo fare qualcun cambio, dopo ci arriva uno o qualcun altro infortunati. Tutti i calciatori sono importanti, noi andiamo avanti e pensiamo noi, è giustissimo. Noi dobbiamo lottare per ogni punto, in campo, tutto. Dobbiamo andare avanti con tutti, lottare per ogni punto. Se vogliamo andare in qualifica, poi a qualificarci, poi è quello lì. Ci sta, loro sono forti, sì, sono abituati a fare mondiale, europeo, sono una squadra forte, sì, è una nazionale importante, però dopo si gioca. Noi andiamo lì, prepariamo la partita e andiamo a giocare. Dobbiamo fare una bella gara, ci prepariamo a 7 giorni, abbiamo praticamente 6-7 giorni da allenare e lì andiamo. Ribadisco che ogni punto per noi è importante, dobbiamo andare lì con tanta voglia, con anima, con cuori, perché è così che si gioca il calcio. C'è la parte tattica, sempre l'ho detto a voi,
c'è la parte tecnica, che noi anche abbiamo calciatori forti tecnicamente, però c'è qualcun'altra cosa che è importante, è l'anima, il cuore, si farci vedere, esserci lì, poi quello lì secondo me è molto importante per il nostro percorso, non solo una partita, però sino per tutto il percorso. E sicuramente andiamo a lottare per ogni punto. Sigurisht kombëtarja ka, siç e tham, ka një grup të madh prej 70 lojtarësh dhe nga ky grup ne kemi përzgjedhur 23 lojtarë për këtë ndeshje që për mendimin tim janë të gjithë të rëndësishëm për të ecur përpara drejt objektivit ton. Ajo që është e rëndësishme të theksohet sipas trajnerit është që ne do të luftojmë për çdo pikë nëse duam të arrijmë objektivin ton që është kualifikimi. Sigurisht Polonia është një ekip i fortë, është e kot flasësh, skuadër që luan merr pjesë në botror, në Europian, por për ne nuk ka shumë rëndësi pasi ne do të luajmë shanset tona në këtë sfidë, do të përgatitemi mirë, kemi një javë në dispozicion dhe qëllimi është të bëjmë ndeshje të bukur. Duhet theksuar që ne do të shkojmë me dëshirën përveç pjesës taktike, teknike që ne do të përgatisim gjatë kësaj jave, shumë rëndësishme që lojtarët zbresin në fushën e lojës dhe t'i japin zemrën dhe shpirtin në fushën e lojës, sepse duke bërë kështu ne mund të arrijmë shumë shka dhe mund të marrim edhe pikë ndaj Polonisë. Dash Frashër nga tifozët Pikal, një portal sportiv. Trajneri Gianni De Biasi, italian, ka pasur ka qenë mësuar që të shkruaj një letër motivuese lojtarëve përpara takimeve të rëndësishme. A keni dhe ju një praktikë të tillë? Bello, a me mi piace tutto quello, per quello diceva il cuore, anima, il calcio è bello, anche per quello lì è bello. La tecnologia va avanti, io posso dirci che no, scriverò una lettera, per qualcosa farò. Di tecnologia già abbiamo preparato ogni calciatore quando finisce la sua partita con la squadra sua, poi prima di venire la nazionale arriverà qualcosa importante. Alcuni 30 secondi importanti che loro devono capire lo spirito che vogliamo noi qua. Non posso dire di più, scusami, è una roba interna, però ci arriverà. Sigurisht kjo është diçka që më pëlqen, prandaj ne tham që në fillim që është shumë e rëndësishme të kemi lojtarë që japin zemrën dhe shpirtin në fushë. Sigurisht kjo është diçka shumë e bukur, pra pjesa e letrës, por teknologjia ecën përpara, sigurisht që ka ndryshuar diçka, por sigurisht që do bëjmë diçka të gjashme, nuk mund ta them tani, por kur lojtarët të vinë me skuadrën, sigurisht që unë kam përgatitur diçka që t'ja shfaq atyre në mënyrë që ti motivoj sa më shumë. Mister, tashmë u bëre ka shkuar në Shqipëri dhe përpara se të vije këtu kishe një ide për kombëtarën. Sot ke një ide shumë të qartë për lojtarët që do të kesh në dispozicion. Si është ky raporti asaj që kishe me këtë që e ke sot praktike dhe të trëmbin këto mungesa që kemi apo ky fillim në malore? Parliamo di calciatori, è vero, una roba, ci siamo a 2 mesi fa, dopo tanti partiti che uno guarda, la società del calciatore anche di qua con la nazionali, poi certamente si fa la cosa, si fa un po' più chiara la caratteristica del calciatore. Però è giusto che ci manca un step in più, di quello che gli staff noi aspettiamo, è lunedì. Lunedì ci arriva un calciatore, iniziamo un riscaldamento, un approach, e dopo andiamo al Torelli, possesso palla, e lì già
è un'altra roba, ci manca qualcosa, è molto importante, avvicinare i calciatori, essere lì vicino a loro, così capiamo di più. Però certo, è giusto che oggi, 2 mesi fa, c'è un gap importante. L'ho detto, tutti i calciatori devono sentirsi importanti con noi, più o meno lì 70, dopo c'è un wait list, che sono calciatori che sono in grado veramente di questa convocazione di esserci da noi anche. Per questo step è importante, noi già siamo lì indietro a aspettare da lunedì. Un'altra domanda, nel senso l'assenza dei calciatori, lì non si può controllare, poi, purtroppo è così, la nazionale è così, per quello si deve monitorare tanti calciatori, per quello loro lavorano tanto, anche tutti noi, perché dobbiamo capire veloci, se non c'è un calciatore è un altro, chi ne è, poi lì lavoriamo, ogni posizione del campo lavoriamo con 3-4 calciatori, non si sa mai. Magari non succeda, però quello non si può controllare, noi non possiamo anche lamentarci, poi ci sta, dobbiamo lavorare, magari non succeda niente oggi sera e anche domani sera. Sigurisht që ka ndryshim të madh me periudhën kur unë erdha në Shqipëri dhe nuk është se e njihja shumë skuadrën, por kemi kaluar 2 muaj këtu, është bërë një punë shumë e madhe, kemi parë shumë ndeshje, kemi folur me shumë lojtarë tani po mund të them që i kemi idet më të qarta, sigurisht presim të hënën për të pasur gjithë lojtarët në dispozicion në momentin që do filloj puna, stërvitja e parë. Duke u njohur personalisht dhe me lojtarët, sigurisht që është tjetër gjë, do njihemi gradualisht me to, pas 2 muajsh patjetër që ka një ndryshim goxha të madh tek unë për sa i përket njohjes që kam me ambientin apo me atë që pres në të ardhmen. Sigurisht kombëtarja kemi thënë gjithmonë është një specifik tjetër, kemi shumë lojtarë, mungesat sigurisht që do të na penalizojnë. Por do të përpiqemi të kemi vazhdimisht për çdo rol të fushës të kemi të paktën 3-4 lojtarë për një pozicion, nuk më pëlqen të qahemi për mungesat që mund të kemi apo për problematikat, por shumë e rëndësishme të fillojmë nga puna dhe të punojmë sa më shumë. Mister, toke në Shqip, dakord, do vazhdoj pak pyetjen e kolegut Sajmirit, mos pa dashur japim një shembull, punët teknike nuk i njohim ne më mirë, po ndodh që sapo thatë që mungesat na penalizojnë dhe janë 2 portierët që janë me 0 minuta, e mos pa dashur vjen dhe shembulli që shikon kombëtare edhe pa luajtur mund të futesh në fushë. Andiamo a vedere, quello è un po' diverso. Noi parliamo di 2 portieri importanti, 2 calciatori importanti, che tutti e 2 hanno fatto un percorso importante con i nazionali, uno di loro anche tanto. Non penso perché capiamo il lavoro, nel senso abbiamo anche calciatori che ci arrivano qua con pochi minuti. Il lavoro non è il chi più gioca arriva. Il lavoro è valutare tutte le parti del calciatore, l'importanza di un calciatore in rosa, il momento di un altro calciatore, come abbiamo da gestire tutto quello lì. No, secondo me è giusto che tutti loro calciatori in grado di esserci qua possa stare da noi e sviluppare il lavoro con la nazionale. Dopo è vero, c'è una seconda parte. Se loro qua dentro da lunedì a lunedì una settimana non risponde, ci sta, lì valutiamo noi, però se un calciatore per sua esperienza, per sua importanza nazionale, perché è un calciatore in grado di venire, deve esserci da noi, nessun problema.
Però dopo c'è il step, quello lì che dicevamo noi, deve rispondere. Quello lì aspettiamo tutti. Se uno risponde, gioca. Io di solito dico, il campo parla. Il campo parla. La gente dice, ma viste, tu scegli 11. Forse, perché... per il sbaglio ci sta per tutti, il sbaglio ci sta per tutti. Forse si vince una partita anche il sbaglio dell'altra parte, magari. Calcio è complesso, però noi dobbiamo valutare i calciatori, iniziamo a valutare i dentro da lunedì a lunedì. Dopo lì, secondo me, è dove dobbiamo gestire. C'è calciatori dall'altra parte, c'è calciatori anche che ci arriva purtroppo con meno minuti. Però è un calciatore anche per noi importante, deve esserci in rosa. Pra, do të shohim dhe po flasim për dy portierë shumë të rëndësishëm për kombëtaren, problematika qendron që nuk kanë luajtur me klubet, por ne kemi dhe lojtarë tjerë që mund të kenë luajtur pak minuta. Ne do të vlerësojmë gjërat në fushë, duke filluar që nga dita e hënë. Mënyrën se si do t'i menaxhojmë, pastaj do të shohim lojtarët portierët në rastin konkret, kur ata të nisin stërvitjen dhe nëse ata japin përgjigjet e duhura në fushë me skuadrën gjatë stërvitjes, patjetër që do jenë gati për të luajtur. Nëse ata nuk do të japin stërvitjen e duhur, përgjigjen e duhur në stërvitje, sigurisht që edhe unë do të marr një vendim, por po flasim për dy lojtarë që kanë shumë eksperiencë dhe nëse ata janë në formën e duhur, sigurisht që unë do të aktivizoj njërin prej tyre. Nëse flasim për gabime mund bëjë edhe Polonia dhe mund ndodhi që ne të fitojmë por ezëm në një gabim të Polonisë, por gjithsesi ne do të fillim të vlerësojmë mirë jo vetëm portierët, por gjithë lojtarët duke filluar që nga dita e hënë të shohim me imësi në stërvitje për të kuptuar gjendjen e tyre. Nuk e din nëse gjatë kësaj kohe keni pasur kohë për studiuar Poloninë, a kanë ata një pikë të dobët për ta goditur dhe çfarë do të bëjmë ne atje? Do të shkojmë të mbrojmë, do të shkojmë të zotrojmë topin apo si? E keni të qartë të gjë? Ma guarda, anche noi dobbiamo capire come gioca Polonia, nel senso, caratteristiche del calciatore sappiamo, però anche loro hanno un allenatore nuovo. Io ieri ero indietro della conferenza di stampa di Fernando Santos, però non capivo niente perché c'era una traduzione, forse lui lascia lì qualcosa, un allenatore esperiente, buono, cioè loro sono forti, hanno un calciatore importanti, sono abituati a giocare mondiale, europeo, però dobbiamo capire come si gioca loro. La prima partita, loro hanno 2 partite, poi andiamo a vedere un po' lì, però come l'ho detto partita si gioca. Aspettiamo e dopo si difende e si gioca. Il calcio c'è 2 fasi, il possesso palla e il non possesso palla. Dopo si sviluppa tutto quello lì, è complesso, però in modo generale è semplice, senza palla e con palla, e lì certamente dobbiamo studiare meglio e andare a Varsovia per fare una bella gara. Aspettiamo Fernando Santos la prima partita che farà contro la Repubblica Ceca. Pra ne do të shohim si do të Polonia ka ndeshje për të luajtur me Republikën Çeke dhe do të shohim se si do të jenë ata në këtë ndeshje. Edhe ato kanë një trajner të ri, siç është Fernando Santos, pra mbetet shumë për të parë, sigurisht që ne kemi studiuar, kemi parë shumë ndeshje të Polonisë, por me trajnerin e ri është diçka krejt tjetër dhe duhet parë se si ata do të vendosen. Kemi këtë mundësi që ata do të luajnë me Çekinë, ne do ta shohim në ndeshjen e parë, do të kemi mundësi. Unë u përpoqja të ndiqja atje konferencën për shtyp të Fernando Santosit, por ishte me përkthim në gjuhën poloneze, se nuk është se u kuptua shumë. Kundërshtar që luan rregullisht në botror në Europian, por ne do të bëjmë ndeshjen tonë, do të shkojmë në Varshavë për të treguar se kush jemi.
Futbolli është pak kompleks, pra ka dy faza, fazën me top dhe fazën pa top. Patjetër që në këtë takim ne shkojmë për të përgatitur shumë mirë dhe me qëllimin për të marrë maksimumin. Posso? Anche ho dimenticato, scusami, Doriva è stato calciatore da lui, Doriva lo conosci bene, Fernando Santos, al Porto hanno stato insieme, vuoi dimenticare da dire, lui conosce benissimo Fernando. Una battuta, è bella. Nëse ne kemi edhe Dorivën i cili ka luajtur me Santosin, kur ka qenë futbollist, ka pasur Santosin trajner te Porto dhe e njeh shumë mirë dhe ai mund thotë edhe më shumë gjëra për të. Ernest Koçi, Report TV. Shpeshherë debutimet janë të rëndësishme, ju do ta bëni këtë kundër Polonisë, kundërshtarit më të fortë ndoshta në grup dhe me disa mungese të rëndësishme, siç mund të jenë Gjimshiti, Broja dhe Bare. A e kishit menduar kështu debutimin? Ma certo di sì, mi dispiace tanto per tutti i calciatori che abbiamo infortunati, però non si può lamentare, dobbiamo andare avanti. Il lavoro di una nazionale è quello, monitorare i calciatori di 30 squadre diverse, forse di più, aspettare tutto, ogni calciatore, poi se non c'è uno c'è un altro, se non c'è un altro è un altro. E dobbiamo preparare la gara. Mi dispiace per quello è il lavoro, mi dispiace su tutto al calciatore che è infortunati, perché lì quando un calciatore è in questo momento fuori loro non si sentono bene, è il momento più difficile di un calciatore quando è fuori, forse, ma lei mi ha detto qualcosa di importante, anche il senso, prendo questo pezzo fra virgolette per dire che parte del primo lavoro che abbiamo fatto noi, ho ringraziato tanto la federazione, andare a vedere, si presentare ai calciatori. C'è qualcuno che, come Broja, me lei ha detto che è veramente un infortunio di lungo tempo. Io ho avuto l'esperienza di fare una visita a Adrian Baidam a Lisbona e lui è stato sorpreso perché lui non aspettava. E è stato bellissimo, un ragazzo albanese con un allenatore spagnolo-brasiliano, tutti e due parlando il portoghese da Portogallo, ma è veramente una roba, ma un ragazzo bravissimo, io ho sentito che lui era in un momento in difficoltà, un calciatore che non gioca, mi dispiace tanto, no? Sappiamo che è dura, vai, fa fisioterapia, rientra a casa, quello che più mi spiace fare che giocare il calcio, mi dispiace tanto, fra virgolette un po' la situazione della presentazione anche qualcun altro calciatore, però anche lì avvicinare un po' al calciatore che è infortunato. Sigurisht më vjen keq për lojtarët që janë të dëmtuar, por nuk e kam zakon që unë të ankohem. Ne do të vazhdojmë siç kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe të monitorojmë sa më shumë lojtar dhe të kemi në dispozicion sa më shumë lojtar për të përgatitur sa më mirë për çdo ndeshje, qoftë edhe për ndeshje konkrete, për ndeshjen me Poloninë. Për çdo lojtar nuk është se është një periudhë e bukur, periudhë shumë e vështirë kur është i dëmtuar, kur është jashtë fushë. Ne kemi pasur mundësinë falë edhe mbështetjes federatës që të shkojmë në disa vende të Evropës për takuar lojtarët. Personalisht më vjen shumë keq për Brojën i cili do qëndroj për shkak të një dëmtimi, qëndron gjatë në jashtë fushave të lojës. Kam pasur mundësi të takoj Adrian Bajramin, i cili më ka impresionuar, një lojtar, një djalë shumë i mirë, lojtar shumë i mirë, i cili e takova në Lisbonë dhe më la impresione shumë të mira, një lojtar i rëndësishëm, por që ka kaluar një moment vështirë për shkak të një dëmtimi dhe më vjen shumë keq për gjithë lojtarët, sepse di se si ndihet një lojtar kur është i dëmtuar dhe shesh fushave të lojës. Mister, duke uruar suksese. Vjosana nga Panorama Sport, keni grumbulluar si që diskutua lojtarë që nuk kanë luajtur shumë minuta në fushë ose s'kan luajtur as pak. Kemi Arlinda Jetin që ka luajtur edhe ka shënuar, ka bërë një performancë mjaft të mirë. Pse nuk ka marrë ftesë nga ju? Giusto, grazie. Successo, bocca al lupo e successo. Sì, bocca al lupo, successo. Successo. Grazie mille. È quello un po' della domanda di Gerti, nel senso c'è calciatore che non ha minuto, c'è calciatore che ha tanti minuti.
Però forse in questa convocazione, come l'ho detto al principio, abbiamo un piccolo vantaggio, nel senso tu fai una convocazione per una partita, di solito non è così. Poi noi pensiamo solo in Polonia, 100% a Polonia, 7 giorni che abbiamo fino ad arrivare lì alla partita. Di tutte le parti abbiamo calciatori con caratteristiche diverse, però è certo, anche si valuta pochi minuti, tanti minuti, nessun minuti. Però noi pensiamo che questa è una decisione importante per arrivare a giocare una gara importante lunedì sera contro Polonia. Per ogni scelta che abbiamo noi hai una rinuncia, forse per 3. Ogni calciatore che prendiamo, parliamo di 70 calciatori valutati, ogni calciatore che prendiamo lasciamo indietro 3. Mi dispiace tanto, non è facile, è una scelta difficile, però noi pensiamo che qua andiamo avanti con questo 23 per questa partita. Agiti è un calciatore, Pordenone che gioca bene, è un centrale, alto, tecnicamente bravo, lo conosciamo, lui ha il nostro radar come tanti altri, per questo momento pensiamo che con questo 23 possiamo andare avanti. Sigurisht për Ajetin mund të them që kemi vëzhguar, është një lojtar që ne kemi në listën tonë, pra të gjatë, të madhe, dhe është një lojtar shumë i mirë, i aftë që luan me Pordenonën, por në këtë moment ne kemi zgjedhur këto lojtarë. Sigurisht na duhet shpesh që të bëjmë zgjedhjet tona si trajner, dhe kur bëjmë sa herë që më detyrohen të bëj një zgjedhje, më duhet të marr një lojtar, duhet të lë dikë tjetër jashtë. Kjo është puna jonë. Sigurisht ka lojtar kemi shumë lojtar me karakteristika ndryshme, por ne do të vlerësojmë situatën dhe do të marrim vendimet e duhura duke pasur parasysh ndeshjen me Poloninë. Ka dhe lojtar që kanë luajtur, ka dhe lojtar që nuk kanë luajtur, ne do t'i vlerësojmë gjatë gjithë këtyre ditëve, por siç e kemi thënë, ne mendojmë vetëm për ndeshjen me Poloninë dhe të gjitha vendimet e kemi marrë duke referuar pra zgjedhjeve që do të bëjmë për këtë ndeshje. Meqense është lista juaj e parë, cilat janë kriteret që keni ndjekur për të bërë këtë përzgjedhje? Certo, i criteri, nel senso della caratteristica del calciatore, equilibrio di squadra, una convocazione per una partita a Polonia, tutto quello là è insieme, calciatori, su tutto l'equilibrio delle squadre, trovare un equilibrio di una squadra importante che può andare avanti, che può fare un buon risultato in Polonia. Praticamente sviluppo un po' di idea che abbiamo noi per questi 23 calciatori, più o meno è quella lì, un po' la parola è quella lì, equilibrio per andare avanti con loro. Sigurisht që kemi kriteret tona që janë karakteristikat e lojtarëve, por edhe ekuilibri i ekipit, sigurisht edhe forca e kundërshtarit apo Polonia në këtë rast është marrë në konsiderat. Por mbi të gjitha ekuilibri i ekipit është shumë i rëndësishëm për të shkuar në Poloni me qëllimin për të marrë një rezultat mirë. Këto kanë qenë pak a shumë kriteret për formimin e listës. Ardian Ismaili i Empolit në mbrëmjes së dieshme ka postuar një lëndim. Keni folur me të dhe a keni dikë tjetër gati, domethënë kush mund të jetë emri? Purtroppo è successo, sì. Non lo sappiamo bene, io ho guardato, ho visto, lui è seduto in campo, ha chiesto un cambio, lui ha fatto 20 minuti solo, ha iniziato con 59esimo, 79esimo è finita, però 2 minuti prima lui già era al campo, non lo sappiamo ancora, dobbiamo capire bene. Il dottore Stessina ha sentito il medico dell'Empoli, il dottore,
scusami. Dobbiamo capire, forse fra poco, oggi ancora, penso che pomeriggio dobbiamo fare qualcuna scelta, aspettiamo, magari non è successo niente, stanchezza muscolare, non lo so, dobbiamo capire bene. Sento il dottore e questo pomeriggio facciamo qualcuna scelta. Për sigurisht për fat të keq Ismaili psoi një dëmtim mbrëm, unë e pash e kam ndjekur ndeshjen, kërkoj zëvendësim pas 20 minutave në fushë, e pash që po vuante për ju deshën 2 minuta për të vendosur pastaj për të dalë nga fusha e lojës, por ne nuk e dim akoma. Doktori jon Stesina ka folur dhe është në kontakt me mjekun me doktorin e Empolit për të kuptuar se si është situata. Sigurisht deri sot nga pasditja ne do të kemi një ide më të qartë nëse ai do të jetë në gjendje të luajë, nëse është thjesht një lodhje muskulore, një dëmtim i vogël apo është një dëmtim që do të pamundsoj praninë e tij në këtë ndeshje me Poloninë. Kështu që presim deri pasdite për të kuptuar situatën dhe për të marrë vendimet e duhura. Mister, gjatë gjithë këtyre viteve kemi vuajtur nga pjesa për duke patur një skuadër mbrojtëse dhe tifozët apo njerëzit gjithmonë mendojnë që ndoshta Shqipëria sot me disa lojtarë më të talentuar dhe më me shumë kualitet mund të luajë edhe një futboll sulmues. Nuk e di në këndvështrimin tuaj, duke qenë dhe për ardha juaj braziliane, ka Shqipëria mundësi që të jetë një skuadër sulmues edhe jo vetëm të presi? Poi guarda, io non è facile definire un po' Silvio, nel senso ci sta, certamente, sono un brasiliano, come l'ha detto qualcuno da voi, è un po' strano qualcosa. Io ho anche passaporto spagnolo, ho vissuto 8 anni in Spagna, dopo 5 anni in Italia, ho avuto un'esperienza importante in Inghilterra. Mia moglie con mio figlio vive a Portogallo e mia figlia a Madrid, poi è un po' un casino tutto quello, mi fa un po' grazia, nel senso che è forte veramente il calcio brasiliano, no? La identificazione con una persona, però io mi sento un po' multiculturale, non lo so, uno che ha assorbito la cultura non solo futbolistica, calcistica, però di altri paesi, non so, io sono un po', come ho iniziato qua, ho detto guarda, iniziamo alle 11 Svizzera, poi e quella è una roba a mio papà. Andiamo avanti, noi andiamo a avere una nazionale albanese, 100%, un colore bellissimo, nero, rossi, con anima, con cuori, il calcio giustamente, il calcio è piedi, buon piedi, si gioca, il possesso palla è importantissimo. Però tutte e due fasi sono importanti. Noi andiamo ad attaccare se difendiamo bene. Se lo facciamo bene le cose qua, andiamo a fare bene avanti. Uguale, se finiamo bene tutta la giocata, abbiamo le cose chiare, difendiamo ancora meglio. È tutto insieme. Io penso che più di quello di giocare un po' più avanti o no, noi dobbiamo avere lo spirito giusto, lo spirito di una nazionale, lo spirito di un paese, e lo spirito di andare a lottare per ogni punto che vogliamo tutti noi. Io penso che noi siamo tutti insieme, e quello che vogliamo dire al calciatore, e non solo a 23, a 50, a 60, a 70, poi quello è lo spirito di una nazionale, è diverso di una società. E andiamo avanti con quello lì e con lo spirito giusto, quello ti posso dire 100%. Dopo si gioca a calcio, certamente, abbiamo calciatori importanti, forti, da sviluppare un buon calcio, ci proviamo e andiamo avanti. Sigurisht është pak e vështirë për të përcaktuar Silvion, pra trajneri ka pak vështirë, duke qenë se patjetër unë është brazilian, por ka një pasaport spanjolle, ka jetuar për disa vite në Spanjë, më pas në Itali, më pas edhe
edhe në Angli, ndërkohë që familja e tij jeton në Portugali, ndërsa vajza është në Madrid, pra trajneri ndihet pak multikultural. Sigurisht gjitha këto eksperienca kanë bërë që ai të ketë një përzierje, pra mos mbetet thjesht brazilian, por të ketë një formim shumë më tepër europian. E rëndësishme për mua, thot trajneri, është të shohim një ekip 100% shqiptar në fushën e lojës. Zotërimi topit patjetër janë gjëra shumë të rëndësishme, por nëse mbrojmë mirë, sigurisht mund të sulmojmë mirë. E njëjta gjë edhe në krahun tjetër, por duhet të kemi idetë e qarta kur mbrohemi, dhe ajo që është më rëndësishme mbi të gjitha duhet shpirti i duhur për të luftuar për çdo pikë, shpirti i një kombëtare, pra është shumë e ndryshëm nga ajo që një lojtar jep në klubin e tij. Kjo është e sigurt, por sigurisht ne kemi lojtar të mirë dhe mbetet për mua nuk është e rëndësishme si do luajmë në mbrojtje apo në sulm, por e rëndësishme që lojtarët të japin maksimumin. Okej, e fundit. Mirë ser. Se më falni që u ktheva prapë domun. Tani ju do të debutoni në një ndeshje me një skuadër që është grupi. Ju bezdis fakti që nuk patët një ndeshje miqësore, që këta lojtarët që keni grumbulluar të kishit pa në gjendje fushe. Ma guarda, noi eravamo preparati per tutte e due situazioni, per avere un amichevoli e non avere l'amichevoli. Abbiamo un programma già di lavoro con allenamenti inseriti lì, ci sta, sono due situazioni diverse, si prende una parte, si perde un'altra. Se non abbiamo l'amichevoli poi andiamo a allenarci, poi anche 7 giorni di fila ci sta, ti dà cose importanti da vedere del calciatore. Non è un grosso problema, conosciamo parti importanti di loro, sono calciatori che giocano in Europa, in buone squadre, in buon campionato, poi importanti vedere qua, giusto, però secondo me si allena bene, si fa 7 giorni di fila e si prepara bene la partita. È uguale, in senso non si può scegliere, noi eravamo preparati per tutti e due, se c'è amichevoli noi andiamo a giocare, non c'è amichevoli noi poi andiamo a allenarci, te l'ho detto, è diverso, dobbiamo preparare per tutti e due, adesso non abbiamo amichevoli, andiamo a allenarci e magari possiamo vederci presto qua al campo a Tirana, mi fa piacere, il campo è buono, il campo in molto buona condizione, tutta l'installazione, aspettiamo tutti voi lì, siamo insieme. Pra, ne ishim përgatitur për çdo situatë, pra kishim bërë një program stërvitor që kemi një program për këto situata që kemi aty, pra një program nëse do kishim një ndeshje miqësore dhe një program nëse do të përgatiteshim pa një ndeshje miqësore. Sigurisht janë dy situata shumë të ndryshme, por do të kemi në dispozicion 7 ditë për të stërvitur me ekipin dhe kjo është diçka e mirë, nuk e shoh si një problem shumë të madh. Kjo na jep mundësi që të stërvitemi me skuadrën, do stërvitemi në fushën e shtëpinë e futbollit, që ka kushte shumë të mira, dhe do të kemi mundësi që për 7 ditë të përgatisim sa më mirë sfidën me Polonin. Okej? Të lutem, se duke qenë se jemi këtu në Shqipëri, vetëm një zgjedhje meriton kampionati shqiptar apo u kushtëzua nga kundërshtari si Polonia. Duke qenë se kështu ka qenë gjithmonë, pra e ka të pamundur kombëtarja vetëm tek një maksimumi 2 nga kampionati shqiptar, sepse janë jo pak lojtarë në Giro që po bëjnë mirë realisht.
Sì, ma io e tutti gli staffi quando facciamo la convocazione non lo guardiamo se loro sono in Ungheria, Corea, Giappone, Brasile o Albania. Se calciatori forti è da noi. E ogni volta che abbiamo la possibilità da vedere di più, calciatore qua, noi lo portiamo dentro una convocazione, ma sicuramente. Ma noi, come l'ho detto, Hassan in Corea ha fatto un percorso in Ungheria, però noi siamo indietro da lui, e anche qualcun calciatore qua in Albania. Adroi oggi è da noi, è stato a vedere 2 o 3 partiti qua, doriva di più, e lui non si è convinto che è un calciatore da esserci dentro le rosa del calciatore che sono nel radar, in questo momento al 23. Poi noi veramente noi non andiamo a dove gioca il calciatore o no, se lui è forte, noi capiamo che può entrare in convocazione, per noi ci sta, non è un problema. Non solo lui, no, non solo lui, abbiamo tanti. Dobbiamo capire, portarli, però ogni tempo abbiamo per vedere i calciatori, e io sempre dico a loro rispondono, noi facciamo la convocazione, ci sta, però la risposta è da loro, più forti loro, più rimani qua. Pra ne bëjmë zgjedhjet tona, ne zgjedhim lojtarët, por sigurisht është ndër lojtarëve nëse do jenë gjendje të japin maksimumin për të qenë pjesë e kombëtares. Unë nuk e shoh lojtarin kur bëj listën, nuk e shoh se nga vjen, a vjen nga një klub shqiptar, apo vjen nga një klub i huaj, apo vjen nga Hungaria, apo vjen nga Korea. Nëse është lojtar që është në gjendje të japi diçka për kombëtaren, të japi maksimumin për kombëtaren, unë e thras dhe kjo nuk ka rëndësi fare se nga cili vend vjen. Ne kemi rastin e Hasanit, i cili nuk luan në Kore shumë larg, por ne kemi ndjekur, e kemi parë, kemi qenë bindur sepse ai ka bërë paraqitje të mira në Hungari dhe e kemi ftuar. E njëjta gjë me Adroin, e kemi vëzhguar, siç kemi vëzhguar edhe shumë lojtarë të tjerë, dhe kemi dalë konkluzionin që ai është gati për të qenë pjesë e listës me 23 lojtarë. Pra nuk varet nga klubet, por varet sigurisht nga forma e lojtarëve dhe nga ajo që ata japin në fushën e lojës. Kemi shumë lojtarë dhe duhet bëjmë sigurisht zgjedhjet tona. Mirë, atëherë, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Unë falenderoj shumë për prezencën dhe ju uroj gjithë mirat.